bashkë me zotin Tahiri dhe kryeministrin Kurti e nënshkruat në Vushtri? Po, është vërtet që ne kemi arritur një marrëveshje me degën e LDK-s, Dega Mushtri, e cila drejtohet nga ish-kryetari i komunës zoti Gjafer Tahiri, për cilën ne jemi të lumtur që kemi arritur si marrëveshje politike, e cila paraqet një marrëveshje të shpresës dhe optimizmit për qytetarët e komunës Vushtrisë për ndrimin e kursit të qeverisjes lokale, e cila është e domosdoshme. Ka qenë vullnet të dy palëve me interesin e publikut dhe qytetarit që Vushtria ka nevojë për ndryshim të kursit qeverisës, për ndryshimin e pushtetit aktual, i cili ka dështuar të realizojë çfarëdo premtimi që ka pasur në 4 vitet e kaluara. Kështu që nisur nga vullneti i mirë dhe bashkëpunimi reciprok që kemi pasur edhe më herët, kemi vendosur të rrugtojmë edhe në këtë garë bashkë për fitoren e madhe në Vushtri, e cila do të Kur keni pas kontaktet e para, zoti Meholli, ju me zotin Tahiri? Një orë në fundit kemi pasur kontaktet të vazhdueshme, disa takime dhe kemi ardhur në ujditë plot në mbështetje edhe të kryeministit Kurti për të realizuar marrëveshjen e bashkëpunimit për garën e ballotazhit në Vushtri, të cilën garë besojmë fuqishëm se do ta fitojmë në 9 nëntor 2025. A keni negociuar vetëm me zotin Tahiri apo me dikë tjetër, nga Dega e Vushtrisë apo edhe nga qendra? Kemi negociuar edhe me zotin Gjafer Tahiri, edhe me ekipet tona, por edhe me kryeministin Kurti, i cili e mbështet në plotni këtë marrëveshje, siç e ka tregu edhe me prezencën e tij fizike, ka qenë vendimtar dhe ne e falenderojmë për mbështetjen dhe do ta kemi mbështetjen e tij gjatë gjithë kësaj betejë politike deri me 9 nëntor 2025, kur Vushtrisë dhe qeverisja në Vushtrisë ja kthejmë qytetarëve të komunës Vushtrisë. Para se ta nënshkruani marrëveshjen, a kishit ju njohuri që zoti Tahiri kishte diskutuar këtë me çarqet e LDK-s, apo thjesht ju keni negociuar vetëm me të pa pasur idenë se ai kishte vënë në dieni LDK-n që po nënshkruate një marrëveshje koalicioni me ju? Gjafer Tahiri është një politikan me përvojë, me një background akademik të lartë, nuk mendoj që mund të bën marrëveshje pa një koordinim paraprak me strukturat e tij të partisë, por ajo është çështje për të cilën unë nuk jap të drejtë vetes të flas, është pjesa e tij që do ta thotë ai. Ne jemi të lumtur që të kemi pasur komunikim shumë korrekt deri tek marrëveshja dhe i qëndrojmë me besnikëri kësaj marrëveshje dhe do të veprojmë njësoj, po të ishim në pozicione të ndryshme sepse Vushtria me të vërtetë ka nevojë për me ndru kursin e qeverisjes. Vetëm t'ju kuptoj drejt, po thoni që ai ka arritje akademike me një fjalë dhe nuk do e bënte një marrëveshje pa njohurinë e qendrës së LDK-s? A i kuptova drejt? Po, sigurisht është. Po pse atëherë ka gjithë këtë reagim LDK-ja, si që kemi parë prej kryetarit deri te kryesia, po thuj se një pjesë e madhe deputetëve janë shprehur kundër kësaj marrëveshje. Pse ka rezistencë ndaj kësaj marrëveshje? Nuk e di, kjo është çështje që aty mbeten ta thojnë. Me të vërtetë është e çuditshme gjithë ky reagim, por unë e kuptoj. Unë e kuptoj nga realiteti që jetoj në Vushtri dhe din fare mirë qytetarët e Vushtrisë se ky është koalicioni fitores dhe ndrimit pushtetit, dhe unë e kuptoj që shumë njerëzve ju prishën pazarët në komunën e Vushtrisë. Po pse njerëzit LDK-s? Të cilët e kanë shfrytzuar pushtetin e Vushtrisë për qëllime të veta. Edhe njerëz të LDK-s nga qendra po nuk po them për njerëzit e LDK-s, por po them për pushtetin që aktualisht rrethohet nga oligark, nga njerëz të krimit. Po, do diskutojmë për atë, zoti Meholli, po ju pyesja për njerëz të LDK-s, cilët reaguan kaq ashpër, a është për shkak të polarizimit në nivel qendror, apo pse pati gjithë këtë reagim, ja po e shohim momentin kur ju keni nënshkruar? Po, mendoj që kjo fotografi është një moment historik në një ambient të mrekullueshëm brenda kalosë së Vushtrisë, siç është edhe vetë kaloja pjesë e historisë së Vushtrisë. Mendoj që kjo foto do të mbetet në arkivat e historisë si një marrëveshje që bën ndryshimin e kursit të qeverisjes në Vushtri, diçka që Vushtria ka nevojë, po ishin njerëz të buzëqeshur, plot optimizëm, plot shpresë. Me të vërtetë është kënaqësi që kjo është arritur dhe çdo komunikim tjetër që po bëhet për interesa të caktuara ditore dhe politike për me vendosë pesimizëm e mlefë me gjuhë të urrejtjes dhe xhelozisë është e papranueshme, sepse ne në fund të ditës jemi kolegë, jemi qytetarë të komunës Vushtrisë, jetojmë atë, e dimë situatën më mirë se çdo kush tjetër në Vushtri, e dimë se si është qeverisë komuna e Vushtrisë 4 vitet e fundit, prandaj në interes të qytetit Vushtrisë jemi bashkë për te çfarë do dallimi. A pristet ju reagimin e LDK-s në këtë formë nga qendra? Nuk është se kam pritur një reagim të tillë, mendoj që ditën në vazhdim do të shohim që do të pranohet më mirë si marrëveshje
politike, sepse nuk është marrëveshje kundër askujt, është marrëveshje që e bën me pushtet edhe Lidhjen Demokratike të Kosovës dega në ushtrë, por sepse ne kemi një ndarje proporcionale të pushtetit atë sipas marrëveshjes politike. Ju edhe keni detajuar se çfarë do ndonin nga pushteti, nëse fitoni. Disa prej gjërave kemi detajuar, disa të tjera vazhdojmë të detajojmë. A do i ndoni me qytetarët e ushtrisë, të cilët me 9 orë, kur dalin në votim, do e kenë qartë kush mbase do të jetë në kryetar, kush do udhëheqë drejtorin e arsimit. Deri me 9 orë do të ketë më shumë detaje rreth marrëveshjes. Në këtë fazë nuk më ndoj më tepër për shkak se jemi në negociata ndoshta edhe me individ të tjerë, të cilët besoj dhe jam i bindur që do na bashkohen, sepse ekziston fryma pozitive e bashkimit rreth bllokut opozitor në Vushtrri, që do ta korr një fitore historike me 9 orë. Me kë po negocioni tjetër? Apo negocioni me zonën Gjevahira Izmako? Me gjithë spektrin politik dhe shoqërinë civile të komunës Vushtrisë dhe çdo qytetar që është i interesuar ka vullnet dhe beson se Vushtria duhet me ndryshu kursin e qeverisjes. Megjithatë, zoti Olli, keni parasysh që ju kryesisht negocioni me njerëz që kanë fuqi politike, kanë vota, dhe në listën e atyre që kanë votuar qytetarët me 12 të këtij muaji ishin përveç jush dhe zotit Gjafer Tahiri, ishte edhe zoti Idrizi, ishte edhe Mensut Azemi, Gjevahire Izmaku dhe Shaban Miftari. Pra këta janë, me këtë tjetër po negocion. Me gjithë, unë e thash, ne kemi shit dorën e bashkëpunimit me gjithë ata të cilët janë të interesuar për ta ndruar pushtetin lokal të komunës Vushtrisë. Do i shërbej si kryetari i ardhshëm i Vushtrisë gjithë qytetarëve pa dallim, edhe në aspektin politik, edhe në aspektin e vendbanimeve, edhe çdo gjë tjetër do të jemi transparent, të hapur dhe me të vërtetë do të shërbejmë interesit publik, interesit qytetar të zhvillimit të komunës Vushtrisë, sepse para interesit qytetar nuk njeh asnjë interes tjetër. Mirë, t'ju pyes edhe diçka është paralajmëruar që zoti Gjafer Tahiri, që ai takon LDK-s e di, dhe mbas edhe rezervoheni të komentoni, por unë do ju pyes. Është paralajmëruar që mund të merren masa disiplinuese ndaj tij. A e mirëpresni ju atë në gjirën e juaj të vendosjes nëse eventualisht përjashtohet nga LDK? Mendoj që kjo është çështje që i takon atyre si subjekt politik, nuk duan ndërhyj atë. Normalisht nuk do ta mirëpres një gjë të tillë, sepse Gjafer Tahiri ka bërë një akt të leadershipit dhe të dashurisë për qytetin e Vushtrisë, të e njohur rrethonat në të cilat është qeverisë Vushtria në 4 vitet e fundit. Është dashuri apo është çështje edhe interesash? Jo, nuk është çështje interesi, sepse ndoshta në fund Gjafer Tahiri nuk do të përfshihet fare në asnjë pozicion të ekzekutivit, e ka bërë me plot shpirt për qytetin e Vushtrisë, për ndryshimin që ka nevojë. Dhe çdo komentim tjetër është i pasinqert, për shkak se bëhet nga larg, pa e përjetuar realitetin e Vushtrisë, të cilin ne kemi prezantuar bashkë edhe me Gjafer Tahirin dhe me kandidatë të tjerë nëpër debate televizive, kur shumica prej tyre kryetari aktual nuk ka pas as guximin me armë përballë. Mirë, ju kemi pas edhe këtu në koalizion.